Pylli i fazanëve në Maliq është një nga destinacionet më të rregjëse për ata që kërkojnë qetësi, ajër të pastër dhe një lidhje të ngushtë me natyrën. Ai është i njohur për faunën e tij të larmishme, duke përfshirë fazanët, sorkadet, lepoj dhe dhelprat, të cilat mund të shihen nga afër gjatë shëtitjeve në natyrë. Kjo e bën atë një vend ideal për piknik familjar, aktivitete edukative dhe relaksim në natyrë. Përgjegjësi i këtij pylli, Niko Demollari, thosë se interesi për ta vizituar ka ardhur në rritje, ku vitin e kaluar janë shënuar 6.000 vizitorë, ndërsa këtë vit deri tani ky pyll është vizituar nga rreth 3.000 vizitorë. Shkollat kanë sjell shumë klasa ku bëjnë festën abetares, ditëlindje, vizitojnë pyllin. Vizitorë të shumët ka jo vetëm nga banorët e zonës ose të bashkisë të Maliqit të qarkut Korç, por edhe banorë nga qarqet e tjera, nga Tirana, Durrësi, Vlora e të tjerë. Ka edhe vizitorë shtetas tuaj ku vinë me çadra. Pylli i fazanëve është ndërtuar rreth viteve 60 dhe mbulon një sipërfaqe prej rreth 48 hektarësh. Ky pyll gëzon gjithashtu edhe statusin e monumentit natyror. Gjatë verës, pylli ofron freski dhe është një vend i preferuar për banorët lokal dhe turistët që dëshirojnë të largohen nga zhurma e qytetit.